Vendosni këtë përzierje në gjuhë para se të flini dhe nuk do zgjoheni kur të lodhur. Njerëzit duhet të flenë 8 orë gjumë natën, por shumica e tyre bëjnë mesatarisht 6 deri në 7 orë. Edhe pse kjo nuk tingëllon si një ndryshim i madh, ajo mund të ketë efekte të mëdha në trupin tuaj. Trupit tuaj i duhen 8 orë gjumë për të rimbushur. Shumë njerëz mendojnë se kafeina mund të zhvendësojë gjumin e humbur, por definitivisht nuk mundet. Mund t'ju forcojë për një periudhë të shkurtër kohe, por pastaj do të ndjeni sërish më të lodhur. Fikja e televizorit dhe largimi nga kompjuteri një orë përpara se të shkoni në shtrat mund të jetë gjithashtu një ndihmë e madhe, por fatmirësisht për të ndihmuar në gjumin ka edhe receta natyrale, të cilat mund t'ju ndihmojnë në këtë aspekt. Kripa e detit dhe kripa himalajane. Kripa e detit ndikon në gjendrën tonë veshkore dhe lehtëson edhe problemet që ndikojnë në të humbja e peshës. Mund të ndihmojë gjithashtu edhe në cilësinë e gjumit. Përzierja e kripës himalajes me pak mjaltë para gjumit dhe vendosja e saj poshtë gjuhës mund të ndihmojë për një relaks më të mirë dhe të evitoni gjithashtu problemet e pagjumësisë.